Urime me rastin e festës së Krishtlindjes ka pasur edhe nga radhët e politikës. Presidenti Bajram Begaj nëpërmjet një postimi në X uroi se kjo festë sjell shpresë e begati për të gjithë besimtarët e krishterë. Le të jetë jo Krishtlindje, burim paqe dhe gëzimi, si dhe mundësi për të kaluar qaste të lumtura me njerëzit tuaj më të dashur. Edhe kryeministri Edi Rama uroi të gjithë besimtarët e krishterë me rastin e festës së Krishtlindjes. Ai postoi në rrjetet sociale një imazh të shkëputur nga frontispici veprës së Pjetër Bogdanit, qeta e profetëve. Dhe me këtë imazh të shkëputur nga frontispici i veprës monumentale të Pjetër Bogdanit, qeta e profetëve ju uron gëzuar Krishtlindje, tha Rama. Krishtlindja, festa që shënon lindjen e Jezusit, mbetet një nga ngjarjet më të mëdha të krishtërimit, duke kujtuar zbritjen e Perëndisë në tokë dhe shpëtimin e njerëzimit, dhe duke sjellë dritë dhe shpresë në çdo familje. Edhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka uruar besimtarët e krishterë për festën e Krishtlindjes. Në një prononcim nga Katedralja Ringjallja e Krishtit, ai u shpreh: Të shpreh urimet e mia, nderimin tim më të madh për kryepiskopin e kishës autoqefale shqiptare, bashkëpunëtorët e tij, besimtarët ortodoks në Shqipëri dhe kudo që janë. Kjo është një ditë e madhe në jo vetëm historinë e krishtërimit, por dhe në historinë e qytetërimit botëror dhe qytetërimit perëndimor në veçanti. Uroj çdo shqiptar që të ditë ta festoj me besim dhe shpresë për Krishtlindje më të mira vitin e ardhshëm. Gëzuar. Edhe në një reagim nga burgu, Erion Velia i thekson se vigjilja e festave është një kujtesë e fortë se drita gjithmonë triumfon mbi errësirën dhe se shpresa lind edhe në momentet më të vështira. Ai u bën thirrje qytetarëve që Krishtlindja të shërbejë si një ftesë për më shumë dashuri, mirëkuptim dhe besim tek njëri tjetri, duke uruar paqe dhe ngrohtësi në çdo familje. Velia i shpreh bindjen se duke qëndruar të bashkuar, çdo sfidë mund të kthehet në një mundësi, ndërsa uron një vit të ri me më shumë dritë, optimizëm dhe solidaritet. Në një mesazh nga burgu, Ilir Meta uron gëzuar Krishtlindjet për gjithë besimtarët e krishterë dhe popullin shqiptar, duke theksuar se kjo festë sjell shpresë, dritë dhe besim se mira triumfon edhe në kohë të vështira. Ai uron paqe, dashuri, harmoni në çdo familje shqiptare, si dhe shpresën që Krishtlindjet e ardhshme të festohen nga të gjithë në liri, dinjitet dhe me besim për ditë më të mira.